Përshëndetje nga dy biznes, unë jam Aurora Sulqa. Duke filluar nga e marta e kësaj jave, ose më saktësisht 7 tetori, Shqipëria bëhet pjesë e zonës unike të pagesave në euro, thënë ndryshe SEPA. Kjo do të thotë se të gjitha transaksionet që ne do të kryejmë me vendet e tjera apo paratë që do të mbrin nga këto vende në Shqipëri do të jenë me komisione bankare shumë të ulta dhe në një kohë shumë të shpejtë. Kështu, për shuma deri në 20.000 euro, maksimumi komisionit bankar do të jetë 2 euro. Për shumat deri në 100.000 euro do të paguhet një komision bankar prej 0,01% e vlerës dhe për shuma mbi 100.000 euro, maksimumi që do të paguhet është 25 euro komision bankar, ndërsa për paratë që nga vendet e tjera do të futen në Shqipëri, do të paguhet një komision maksimumi 3 euro. Le ta shohim këtë të konkretizuar në një shembull. Djali emigrant dërgon një shumë prej 400 eurosh pranë familjes së tij dhe prindërve dhe për këtë shumë do të paguante përpara antarësimit në SEPA, pra përpara datës 7 tetor, një komision prej 47 eurosh, ndërsa sot pas antarësimit në SEPA të Shqipërisë, ai do të paguajë si komision vetëm 1 euro. Por për më shumë lidhur me këtë proces, lidhur me përfitimet, por edhe rezervat që kanë shprehur një pjesë e aktorëve, ndjeki materialin e përgatitur nga kolegu Mario Brakaj. Sot për ne është një ditë e veçantë, pasi jemi dëshmitar të një momenti historik për tregun financiar shqiptar. Nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, përfshirë Andorrën, Monaco, San Marino, Zvicrën, Britaninë e Madhe, Vatikanin, Malinezi dhe 4 shtete me status të veçantë, shqiptarët që do të marrin para nga fëmijët apo të afërmit në emigrim nuk do të paguajnë më shumë se 3 euro komision. Nga 7 tetori, Shqipëria nis zyrtarisht transaksionet brenda tregut unik të pagesave në euro SEPA. Integrimi në SEPA i kombinuar me zgjerimin e pagesave digjitale pritet gjeneroj kursime për rreth 20 milion eurosh në vitin e parë, por me një rritje progresive të këtyre kursimeve në vitet në vijim. Nga ulja e komisioneve do të përfitojnë të gjithë ata qytetarë dhe sipërmarrës shqiptar që do të dërgojnë para në 40 shtetet e tjera anëtare të SEPA-s. Për shumat deri në 20.000 euro do të mbahet komision maksimalisht 2 euro për dërgesat deri në 100.000 euro 0,01% e vlerës dhe për ato mbi 100.000 euro maksimalisht 25 euro. Transferimi parave nga Shqipëria drejt vendeve anëtare të SEPA-s do të kushtojë deri 5 herë më pak se më parë. Do të kemi transaksione më të shpejta. Pagesat elektronike janë më të shpejta, më të sigurta dhe më komode. I pranishëm në ceremoninë e nisjes së transaksionit të parë SEPA të Shqipërisë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi nga qeveria vijim të reformave. Sot shqiptarët ndihen të barabartë me shoqëtarët të BE-s pasi transaksionet do të jenë të lira, më të shpejta dhe më efikase, kur angazhimet politike ndiqen me vendosmëri sjellin rezultate konkrete me qytetarët dhe tregon se BE është serioze me mbajtjen e premtimeve të saj nëse përmbushen të gjitha kushtet. Thellimi i reformave për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe rritja ekonomike e vendit do të sjellë përfitime të gjithë shoqërisë, bizneset dhe jo vetëm një pakice. Deri më sot, sa herë që një emigrant ju dërgonte para familjarëve në Shqipëri ose kur bizneset kryenin pagesa për jashtë vendit, kryerja e transaksionit kishte një kosto të konsiderueshme si pasojë e komisioneve të larta. Kjo për shkak se Shqipëria nuk ishte pjesë e zonës së vetme të pagesave në euro. Banka e Shqipërisë ka qenë aktori kryesor në procesin e antarësimit të Shqipërisë në SEPA, një rrugtim që nuk ka qenë i lehtë pasi kërkonte përshtatjen e infrastrukturës bankare dhe jo vetëm. Por për më tepër për këtë gjë do të na tregojë zonja Lulita Mindrozi, zëvendës guvernatore e Bankës së Shqipërisë. Zonja Mindrozi, faleminderit. Faleminderit dhe juve për mundësitë që na dhat për të komunikuar me të gjithë dëgjuesit, por edhe përdoruesit e sistemeve financiare, sepse është një moment shumë i rëndësishëm, një ndryshim shumë i madh drejt modernizimit të sistemeve financiare dhe financat gjithë jetën e njerëzimit kanë qenë porta kryesore me të cilën individët kanë komunikuar me njëri tjetrin, shoqëritë kanë komunikuar me njëra tjetrën. Kështu që edhe në këtë kohë të një zhvillimi modernizues, financat prap kanë atë rolin e tyre si katalizator të sistemeve ekonomike, lehtësues shumë të mëdhenj të sistemeve ekonomike, dhe qëllimi i gjithë këtij lehtësimi është që
bizneset të përfitojnë, individët të përfitojnë dhe shoqëria të jetë më e barabartë dhe më përfituese nga pikpamja ekonomike. Konkretisht për SEPA-n, kush janë aktorët apo agjentët ekonomikë që përfitojnë më shumë, duke pasur parasysh volumin e transaksioneve që kryhet me pjesën tjetër të botës, apo edhe që shqiptarët apo edhe investorët mundshëm kryejnë në Shqipërinë? Përfituesët janë të shumëfisht. Në rast të parë janë përfitues të gjitha bizneset, individët, shoqatat, shoqëritë që kryejnë veprimtari me Bashkimin Evropian. Pra ato janë përfituesit e parë dhe të menjëhershëm të gjitha lehtësive që krijojnë pagesat brenda zonës ekonomike SEPA dhe me kosto të ulta dhe me shpejtësi të kryerjes së transaksionit shumë të lartë. Dhe gradualisht me zhvillimin e sistemeve brenda vendit, me krijimin e mundësive shumë shpejt edhe brenda vendit, përfitues do të jenë të gjithë shqiptarët. Pra transaksionet SEPA janë transaksione që kryen në euro, kështu që përfituesit e parë dhe të menjëhershëm janë të gjithë bizneset që kryejnë veprimtari ekonomike me Bashkimin Evropian, të gjithë studentët që jetojnë midis Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe pensionistët që kanë punuar në një vend të Bashkimit Evropian dhe transferojnë të ardhurat, por edhe pritësit e remitancave që vinë nga vendet Bashkimit Evropian. Të gjitha këto grupe shoqërore janë përfituesit e parë dhe të menjëhershëm të përfitimeve nga një shpejtësi shumë e madhe e kryerjes së transaksionit, një siguri shumë e madhe në kryerjen e transaksionit dhe në një kohë relativisht të shpejtë të marrjes së përfitimeve. A janë të informuar gjatë kësaj periudhe, mendonin logjikën tuaj të gjithë agjentët ekonomik, këta që ju përmendët, bizneset, qytetarët, kategoritë ndryshme, shoqërisë për të përfituar nga ky sistem që u mundsua tashmë? Unë besoj që po, natyrisht që shkalla e informimit është një proces i gjatë dhe që do njëherë informimi shkon edhe nga eksperienca, po nuk e provove diçka, nuk e merr atë informacion, ose po nuk t'u desh një shërbim, nuk e merr këtë informacion. Por Banka e Shqipërisë e ka filluar këtë transformim të sistemeve të pagesave në Shqipëri që nga viti 2018, kur aprovoi një ligj shumë të avancuar për kohën, që ishte një transpozim i direktivës europiane të pagesave që quhet PSD2, dhe kjo direktiv i krijoi mundësinë institucionale Shqipërisë që të ecte në këtë rrugtim europian të transformimit të pagesave. Kështu që me aprovimin e ligjit, gjithë procesi filloi intensivisht, me bërjen e të gjitha rregulloreve, me një form guidance të gjithë sistemit financiar, krijimin e mundësive të gjitha bankave dhe jo bankave për të transpozuar në veprimtaritë e tyre ekonomike rregulloret e Bashkimit Evropian. Pastaj ishte një proces institucional që Shqipëria aplikoi në SEPA, që është zona unike europiane e pagesave, dhe ky është një aplikim institucional. Edhe në këtë rast është dashur një analizë hollësishme të gjithë sjelljes ekonomike, jo vetëm e aktorëve financiar, por edhe aktorëve institucional të Shqipërisë, dhe Shqipëria e mori vitin e kaluar të drejtën për të qenë antare e SEPA-s, dhe menjëherë neve Banka e Shqipërisë filloi procesin përfundimtar të përshtatjes së legjislacionit dhe gjithë sistemit në përputhje me kushtet e SEPA-s dhe në përputhje me ligjin europian të pagesave, të cilin ne kishim tashmë në funksion. Ka qenë një rrugtim i lehtë apo ka pasur sfidat, dhe në rast se do të ktheshit pas në kohë, qoftë edhe që në këtë 10 vjeçar që ka nisur e gjithë përpjekja, kush kanë qenë sfidat më të mëdha me të cilat jeni përballur? Sfidat kanë qenë të shumta, por kanë qenë në një farë mënyre të menaxhueshme, nuk kanë qenë sfida të pakalueshme, sepse sistemi juridik, ligji na lejonte ne që të mund të bënim përshtatje të sistemit të vjetër financiar të Shqipërisë në sistemin e ri që kërkonte ligji transpozimi i direktivës europiane të pagesave. Por unë jam shumë mirënjohëse të gjithë institucioneve financiare, banka dhe jo banka, të cilat e përqafuan këtë vizion
si thua, perspektiv në të ardhmen të zhvillimit të tyre. Ato e kuptuan që shkuarja drejt kësaj rruge, drejt europianizimit të sistemit të pagesave dhe europianizimit edhe të sistemeve dhe shërbimeve të tjera që banka dhe institucionet financiare kryenin, ky europianizim ishte rruga më e sigurt drejt ardhmes së tyre ekonomike, pra në kuptimin e biznesit, por rruga edhe më e sigurt në pikpamjen e tyre institucionale, pra të jetë gjatësisë të qëndrimit në sistemin financiar. Kështu që neve kemi patur një rrugtim të përbashkët bashkë me bankat, dhe me organizatat financiare jo banka, të cilat kanë qenë shumë bashkëpunuese, shumë mirëkuptuese në këtë proces të transformimit të tyre, sepse ato e kuptuan që do të bëjnë më shumë veprime ekonomike, do të krijojnë një ambient ose një grup më të madh të klientëve të tyre dhe natyrisht që do të shikojnë edhe një perspektivë të rritjes së të ardhurave dhe përfitimeve që ato do të kenë. A është gati infrastruktura bankare për të përballuar këtë fluks të shtuar transaksionesh dhe në një vlerë mesatare, sa ulët vlera e komisionit? Unë besoj që gjatë kësaj periudhe bankat janë bërë gati, kanë qenë shumë mirëkuptuese në transformimet, kanë punuar në mënyrë shumë të shpejtë, kanë harxuar në një farë mënyrë energji që mund t'i përdornin në drejtime të tjera të aktivitetit të tyre bankari, kanë vendosur në këtë drejtim të zhvillimit të sistemit financiar dhe ato sot janë gati. Të gjitha bankat janë gati për të kryer transaksione SEPA dhe kjo është një gjë shumë pozitive për ne. Natyrisht që ato mund të kenë harxuar burime të tyre, jo vetëm njerëzore, por edhe financiare, por zgjerimi shumë i madh i përdoruesve të këtyre sistemeve, rritja e numrit të përdoruesve të këtyre sistemeve, do t'ja u kthej mbrapsht të gjitha shpenzimet që ato mund të kenë bërë gjatë kësaj kohe. Si do ndikojë tek formalizimi i ekonomisë, antarësimi i Shqipërisë në SEPA, sepse duket që më shumë transaksione do kanalizohen në rrugë bankare, do të thotë më pak para cash në ekonomi, më pak para jashtë kontrollit të kanaleve zyrtare. Kjo është një analizë shumë e drejtë që ju bëni, sepse qëllimi ky ka qenë që individët të përfitojnë pagesa të shpejta, pagesa të sigurta dhe me kosto të ulët, dhe shoqëria të përfitojë një veprimtari ekonomike gjithnjë e më shumë në kanale formale. Pra, me këtë sistem, të dyja këto qëllime arrihen. Natyrisht që nuk arrihen me një klik, domethënë sot dhe nesër ne do të jemi ndryshe, por eksperienca pozitive ndikon shumë shpejt në përdoruesit e paras. Paraja është një kategori shumë kyçe në sjelljen tonë ekonomike. Kështu që çdo secili nga ne, nëse vëren se mund të bëjë një veprim ekonomik të shpejt, të sigurt dhe më me pak para, ai është i gatshëm të drejtohet në këtë formë të kryerjes së këtij veprimi ekonomik. Kjo është e provuar edhe nga analiza e sjelljes ekonomike të individëve dhe shoqërisë në sistemin monetar. Kështu që ne presim që shpejt dhe menjëherë të përfitojnë dhe të përdorin këto. Dhe janë shumë grupe shoqërore. Në radhë të parë janë të gjithë bizneset të cilët kryen transaksione me Bashkimin Evropian dhe përdorin si monedhë të transaksionit e euron, por janë thash studentët, individët që kanë jetuar në Bashkimin Evropian që sot jetojnë në Shqipëri, ato do përfitojnë dërgesa me kosto shumë të ulët dhe me shpejtësi shumë të madhe. Nga një llogaritje që ka bërë Banka e Shqipërisë, vetëm vitin e parë kursen rreth 20 milion euro nga komisionet dhe nga kryerja e veprimeve të transferimit të parave nëpërmjet këtyre sistemeve të reja. Është edhe një kusht për integrimin në Bashkimin Evropian, sepse kryer e transakcione në rrugë bankare çon tek kjo që ne thamë, te formalizimi i ekonomisë, tek një rritje nivelit të edukimit financiar të popullatës dhe jo vetëm tek një zhvillim më i madh ekonomik, sepse më pak para mbeten në ekonomi për të investuar në forma të ndryshme. A janë këto forma zyrtare dhe formale të kryerjes transaksioneve dhe pagesave në tërësi dhe kusht për integrimin në BE? Është një kusht i rëndësishëm, jo vetëm kusht,
por edhe një premis shumë e rëndësishme për pranimin e Shqipërisë në të gjitha institucionet ekonomike, financiare, por edhe më pas politike të Bashkimit Evropian, sepse kjo ka qenë arsyeja që ne shkuam për një ligj evropian dhe shumë të avancuar, sepse sistemi i pagesave ishte shumë i prapambetur. Pra edhe ishte stigma më e madhe që kishte Shqipëria. Informaliteti, parat e pista, përdorimi i parave në mënyrë jo formale, kthimi i remitancave në rrugë jo të formalizuara, të gjitha këto i vinin një si stigmë shumë të madhe sjelljes ekonomike të Shqipërisë, edhe pse ekonomia rritej, edhe pse ne brenda ekonomisë shqiptare ronim më mirë, bizneset përfitonin, kjo stigmë mbetej. Dhe ky legjislacion, pranimi në këtë legjislacion që ishte një rrugë e gjatë, nuk ishte e lehtë, ishte një analizë e hollësishme gati kapilare e gjithë sistemit ekonomik dhe financiar të Shqipërisë, është një hap shumë i rëndësishëm përpara. Pra ne jemi pranuar në një farë mënyre që jemi një ekonomi formale, që ne jemi një ekonomi që mund të sillemi në standardet e Bashkimit Evropian, pra ne e kemi hedhur një këmbë, e kemi hedhur një hap shumë të rëndësishëm drejt aspiratës sonë për të qenë në të ardhmen një vend i Bashkimit Evropian. Sepse sistemet e pagesave, në qoftë se do ta krahasoj, është një lloj si gjaku që lëviz nëpër trup dhe kur ka një defekt ja transmeton edhe organeve të tjera që supozohet se janë duke punuar mirë. Edhe këtë sistemi pagesave, në qoftë se rrjedh lehtë, rrjedh në mënyrë formale, formalizon të gjithë ato aktorë që duan të përfshihen në këtë sistem pagesash. Pra nuk i pranon ato që janë të paformalizuar. Dhe nga ana tjetër, ato që nuk janë formalizuar akoma kuptojnë se duke u formalizuar kanë përfitime ekonomike. Pra sistemi pagesave është ai që lidh interesin ekonomik të biznesit me atë përdoruesin e produkteve që krijon biznesi. Pra në këtë mënyrë është edhe si një mënyrë automatike që e kuptojnë në fund tek parat që duan të fitojnë, që është më mirë të shkosh në një biznes formal, të shkosh në rrugë formale të krijimit të pagesave, sesa të ndjekësh rrugë të shkurtra, të cilat sot me këtë sistem ta bëjnë më të gjatë rrugën, ta bëjnë më të vështirë dhe ta bëjnë më të kushtueshme. Në një pyetje të fundit, Mexholli, si është gjendja sot e sistemit financiar në tërësi, duke qenë se është financuesi kryesor i ekonomisë? Nga të gjitha analizat del që sistemi financiar është një nga sistemet e qëndrueshme në hartën ekonomike të Shqipërisë. Kanë qenë mbështetës të gjitha iniciativave, qoftë private, qoftë edhe publike, në kryerjen e investimeve të rëndësishme të Shqipërisë, në kryerjen e të gjitha detyrave që Shqipëria ka në kuadrin e Bashkimit Evropian, të gjithë kapitujt që kanë të bëjnë me integrimin e institucioneve financiare në Bashkimin Evropian, janë kapituj që kanë ecur më lehtë, më shpejt dhe janë në avangard të gjithë procesit tonë të integrimit drejt Bashkimit Evropian. Po gjendja ekonomisë të tërësi? Rruga e institucioneve financiare, nëse do ta them, është e hapur për të hyrë ky kanal është i hapur për të hyrë në Bashkimin Evropian. Për sa i përket gjendjes së ekonomisë, nga analizat makroekonomike që ne kemi bërë, rritja është rreth 3.2%, është e qëndrueshme, faktorët që shtyn përpara rritjen ekonomike janë të qëndrueshme dhe edhe në tremujorin e fundit të vitit 2025, por edhe projeksionet për fillimin e 2026 duket që Shqipëria është duke ecur drejt. Ne ka mbaruar atë fazën e lëkundjeve të forta që kishte për shkak të zgjedhjeve në ekonomi, në cilës sektor do zhvillojmë, ku do të ecim, duket sikur ka një qëndrueshmëri. Megjithatë, bota është në një fazë destabiliteti, neve jemi një ekonomi e hapur, kemi shumë marrëdhënie ekonomike me jashtë, kemi shumë bashkëpunim me organizata ekonomike të huaja, kështu që nëpërmjet kësaj edhe vijnë faktorë ose ndikime, por që deri tani nga analizat që bën Departamenti i Politikës Monetare duket se janë të kontrollueshme dhe të menaxhueshme për një periudhë afatmesme. Zonja Mexholli, falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit. Të dashur miq, ky ishte A2 Biznes për sot. Bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.